Rruga e tunelit Guoliang në Kin, e gdhendur në shpatin e një mali pa kangjëlla mbrojtëse dhe me fushpamje të kufizuar, rruga e tunelit Guoliang është një vepër jashtëzakonshme infrastrukturore. Përpara se të ndërtohej tuneli, fshati Guoliang ishte totalisht i izoluar. E vetmja qasje e tij me botën e jashtme ishte një shteg i vështirë ose disa shkallë guri të kthendura në shpatin e malit. Në vitin 1972, fshatarët e udhëhequr nga Shën Mingzin vendosën të kthenin në mënyrë praktike një rrugë në mal. Ata shitën bagtinë e tyre për të financuar projektin dhe blen mjete dhe materiale. 13 fshatarë ishin ata që filluan detyrën e vështirë, duke punuar me çekiç dhe dalt. Puna ishte tejet sfiduese, me përparim ndonjëherë aq të ngadalt sa 1 metër kërkonte minimalisht 3 ditë pune. Pas 5 vitesh nga dita e nisjes së punimeve, tuneli 5 metra i lartë, 4 metra i gjerë dhe 1.2 kilometra i gjatë u hap për qytetarët më 1 maj 1977.